Përshëndetje të dashur miq. Ky është kanali im i YouTube-it. Këtu mund të gjeni analiza të shumta astrologjike. Për të më mbështetur, mund të më ndiqni, mund të përqeni videot e mia dhe mos harroni që të abonoheni në mënyrë që të merrni informacione sa herë që unë postoj video të reja. Nëse dëshironi që të prenotoni shërbimet e mia të cilat janë personale, pra analizën e hartës apo parashikime për të ardhmen, zgjidhjen e problemeve apo analiza periodike, si dhe analizën e lidhjes tuaj, mund të më kontaktoni duke më shkruar nga numri im i WhatsApp-it, të cilin mund ta gjeni tek të gjitha platformat e mia. Parashikimi javor është java nga 8 deri në 14 qershor. Kjo është një javë vërtet e ngjeshur, më duhet ta nënvizoj. Ndikimi më i rëndësishëm do të jetë se do të kemi vërtet shumë kënde si të gjitha planeteve pothuajse, por më e rëndësishmja është hëna do të jetë shumë aktive gjatë gjithë javës në vazhdim. Duke filluar që nga dita e hënë do të jemi me hënën të vendosur tek shenja e peshqive, në të vërtetë ka kënde pozitive me Jupiterin dhe me Venusin, por nga ana tjetër do të kemi një kënd negativ me Diellin dhe kjo e bën energjinë që të lëviz pak më ngadalë se çfarë duhet, ose në disa raste mund të përballemi edhe me situata disi të vështira të cilat mund të kemi le të themi kontradikta me njëri tjetrin, nga ana tjetër edhe ne mund të jemi të pasigurt se si duhet të veprojmë. Në raste të tilla e rëndësishme është që qetësohemi, të marrim frym 2 herë thellë dhe pastaj të perceptojmë mirë se çfarë po ndodh rreth rrotull dhe në bazë të saj të veprojmë. Në të vërtetë kemi shumë të thjeshtë në këto momente që të gjejmë rrugën e duhur, sepse jemi pak a shumë më të aftë që të përdorim intelektin ton. Një, sepse dielli është i vendosur tek shenja e binjakëve, dhe e dyta, duke qenë se kemi disa kënde pozitive të hënës, siç e përmenda, si rrjedhoj edhe instinktet tona na çojnë aty ku është rruga e duhur. Por kemi një kënd negativ të Mërkurit me Saturnin. Do të jetë e vlefshme pothuajse gjatë gjithë javës në vazhdim, sidomos pjesa e parë e javës deri ditën e Mërkurit, do ta ndjejmë edhe më tepër këtë si gjë. Çfarë do të thotë këndi negativ midis Mërkurit dhe Saturnit? Pra më të fokusohemi më tepër tek ajo çfarë duam të bëjmë vetë dhe të heqim dorë nga përgjegjësitë që kemi si ndaj familjes, po ashtu edhe ndaj punës. Në disa raste thjesht për të zgjidhur problemin mund të marrim disa rrugë të shkurtra ose të zgjedhim rrugë të shkurtra, të cilat të vërtet mund të dalin edhe më të gjata, gjë që mund të rezultojnë në probleme të rëndësishme që kemi si me njëri tjetrin, po ashtu dhe tek vendioni punës, pra në lidhje me karrierën, në marrëdhëniet personale dhe në marrëdhënie brenda familjes. Këshilla në këtë rast është që të zgjedhim gjithmonë atë çfarë është e shëndetshme, të mos mendojmë vetëm për të mirën e momentit, duhet mendojmë edhe në lidhje me të ardhmen dhe të jemi më të programuar, pra, dhe të mbajmë mirë përgjegjësitë tona. Këtu është e vlefshme si përgjegjësitë që kemi ndaj punës përgjithsisht, po ashtu dhe përgjegjësitë që kemi kundrejt njëri tjetrit, pra brenda familjeve. Duke qenë se në këto momente kemi Mërkurin të vendosur tek shenja e Gaforës, kjo do të thënë që vërtet na ngel pak më tepër hatër se çfarë duhet dhe mund të jemi shumë herë më tepër impulsiv. Duke qenë se jam në drejtimin e hënës, të gjitha këto dhe hëna do të ketë vazhdimisht kënde me planetet gjithë javës detyrimisht, mund të jemi shumë herë më të nxitur nga njerëzit ose ambienti që na rrethon dhe mund të edhe të mos përdorim logjikën ashtu siç duhet. Por nëse marrim frym thellë dhe mendohemi përpara se të veprojmë, e kemi shumë të thjeshtë. Është një ndër situatat ku e kemi vetë në dorë zgjidhjen ose më themi përfundimin e çështjes, ndryshe nga çfarë mund të ketë qenë në periudha shumë të gjata. Dita e hënë është një ndër ditën të cilat pika që është më e rëndësishme, duhet të jemi shumë të fokusuar që të zgjidhim anën e drejtë. Kjo është një periudhë e gjatë që ka qenë në këtë mënyrë, por vaj që vjen do të jetë në tematika të tilla shumë më tepër. Në qoftë se ne bien për egos ton, mund ta kemi shumë të vështirë që ta mbledhim situatën, madje në disa raste mund të shkaktojmë dëme të rëndësishme, sidomos në lidhje me të ardhurat materiale, po ashtu edhe në kontaktet që kemi në lidhje me punën tonë, çfarë do lloj karriere që të kemi. Për sa i përket komunikimit, që se javë shumë e rëndësishme, mund të vinë re probleme, sidomos ditën e hënë mund të vinë re shumë më tepër probleme me mjetet e komunikimit dhe me rrjetet e komunikimit, që do të thënë rrjetet sociale mund të vëmë re që mund të kenë disa probleme të vogla, ngërçe. Nuk është e vlefshme vetëm në Shqipëri, është e vlefshme në të gjithë botën, pra jo thjesht nga protestat mund të ndodhin këto, është diçka e cila mund të vjetë re në të gjithë botën. Ndërkohë që mund të marrim masa edhe në lidhje me komunikimet që mund të marrim nga telefonat tanë, sepse do të vëmë re një rritje shumë të madhe të mashtrimeve që ndodhen nëpërmjet telefonave.
Ka qenë një periudhë e gjatë që mund të kemi qenë pak më të qetë në këtë pikpamje, e gjatë, s'mund të them shumë, por diçka te 3-4 javë, por gjatë kësaj jave do të fillojmë që të ndiejmë përsëri të njëjta tematika, pak më tepër që brenda Shqipërisë, këto lloj gjërash mund të ndihen edhe më tepër sepse mund të jenë pak a shumë edhe provokime. Në lidhje me marrëdhëniet që kemi brenda familjeve, sidomos brenda çifteve, do të vëmë re një problem në komunikimin e tyre. Është e vlefshme që nga dita e hënë deri ditën e njëjtë kjo si gjë. Prandaj të mos bien prej egos ton edhe në këtë pikpamje ka shumë rëndësi. Mund t'i keq kuptojmë shumë gjërat, mund t'i marrim si të qëna ato çfarë na thuan, në disa raste mund ta marrim për të qenë edhe personin që kemi përballë dhe si rridoj të zgjidhim fjalë të gabuara të cilat mund t'i fyejnë ose t'i thyejnë zemrën person përballë, si rridoj të jemi shumë të vëmendshëm se si komunikojmë ka rëndësi. Java që vjen, duke filluar nga dita e premte tutje, do të kemi ndikimin tashmë të hënës së re, që do të jetë tek shenja e binjakëve, do të jetë një hënë e re vërtet shumë e fuqishme, por dita e premte ka shumë rëndësi se do të kemi aktivizimin përsëri të hënës së plotë që ishte tek shenja e shigjetarit. Hëna e plotë që ishte tek shenja e shigjetarit është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, e kam përmendur disa herë edhe gjatë lidhjes që bëra për ato, ose më themi videos që bëra në lidhje me atë temë. Nëse dëshironi mund ta ndiqni tek kanali im YouTube-it. Gjatë hënës së plot u aktivizuar shumë qielli dhe Shqipëria ndikua tek ascendenti, pra domethënë mënyra se si ne perceptojmë jetën dhe identiteti i popullit filloi që të ndryshonte, pak më tepër që gjatë të njëjtës hëne të plot, kishim edhe shironin të vendosur mbi hënën e Shqipërisë, që domethënë mbi popullin e Shqipërisë, që domethënë populli vërtet mund të dëmtohet. Duke qenë se do të kemi aktivizimin përsëri të njëjtave tematika dhe duke qenë se elementi i manipulimit që të javës në vazhdim do të jetë shumë aktiv, do t'i këshilloj të gjithëve që të jemi shumë të qetë, të mos reagojmë. Kjo është një nga temat më të rëndësishme që kemi në këto momente, por të jemi të bashkuar dhe të ndihmojmë shumë njëri tjetrin, të mbështesim shumë njëri tjetrin, është shumë e rëndësishme. Përçarja është shumë e mundur gjatë javës në vazhdim, shumë më tepër se çfarë tek gjatë kësaj jave, duke qenë se do të fillojnë që të përdorin disa elemente shumë provokuese, duke filluar që nga dita e premte tutje përsëris. Dita të cilat janë më negative gjatë javës në vazhdim është dita e mërkurë dhe dita e shtunë. Dita e mërkurë është disi më thjesht për të menaxhuar, por dita e shtunë duket një ndër ditët më të rënda që do të kemi gjatë javës në vazhdim. Kemi një vendosje të hënës e cila do të thotë prerja e kokës, dhe në këtë rast prerja e kokës mund të jetë edhe situatave aktuale, por në përgjithësi është përdorje e individëve të caktuar, shfrytëzimi i tyre më të themi dhe krijimi i viktimave të reja. Prandaj dhe por i përsëris edhe një që të mbështesin dhe të ndihmojmë njëri tjetrin ka shumë rëndësi. Pika që është më strategjike do të ishte që të ndihmonim shumë ose të vazhdojmë, sepse kjo është një nga temat më të rëndësishme të hënës së plot nëse e mbani mend, që të vazhdojmë që të ndihmojmë nënat të cilat janë me fëmijë dhe të cilat nuk janë në gjendje të mirë ekonomike, nëse bëjmë bamirësi të tilla, atëherë arrim që të fitojmë edhe besimin e njerëzve që kemi rreth rrotull dhe si rridoj të krijojmë një formë komuniteti më të lartë. Ndërkohë që për sa i përket ditës së diel, duket një ndër ditët më pozitive, ose më themi është dita më pozitive e javës, pra nga dita e shtunë që është një ndër ditët më negative, kalojmë tek dita më pozitive. Kjo sepse do të jemi tashmë në frymën e bashkimit, siç e thash, do të jetë në ndikimin e gjithë zgjedhjeve që kemi bërë gjatë javës, por dita e diel në përgjithësi do të ketë një frymë shumë më të madhe pozitive. Mos harrojmë që hëna e plot që ishte në datën 31 maj do të aktivizohet vërtet shumë gjatë javës dhe kurorëzimi është te kjo ditë e diel. Të fillojmë që ta ndihmojmë nga dita e premte tutje. Prandaj dhe të vazhdojmë që të marrim masat që kam përmendur tek videoja që kam bërë në lidhje me këtë temë, pra të dëgjoni pjesën që flas në lidhje me ato ndikimet e përgjithshme ka rëndësi, jo thjesht ato që janë tek shenjat. Kemi një kënd shumë të rëndësishëm, këtë po e them sepse është shumë e rëndësishëm edhe për Shqipërinë, është e rëndësishëm edhe për Kosovën. Atëherë, do të kemi një kënd negativ të Shironit me Venusin dhe me Jupiterin. Shqipëria ndikohet pak më tepër, por edhe Kosova ndikohet. Ndikimi është këtu, duke qenë se Shironi ka një kënd negativ me Jupiterin dhe me Venusin, domethënë që të gjitha tematikat që kanë të bëjnë me çështjet e zemrës, marrëdhënie familjare apo dhe pasuritë do të jenë shumë të ndikuar gjatë javës, madje këto mund të krijojnë edhe dhimbje. Si rrjedhor mund të kemi probleme të rëndësishme brenda familjeve, marrëdhëniet me njëri tjetrin mund të jenë disi më të sfiduara, mund të keq kuptojnë shumë herë më tepër njëri tjetrin, prandaj dhe duhet të flasim hapur.
Duhet të mundohemi që të gjejmë një zgjidhje dhe pa u futur shumë në atë frymën e viktimizimit, sepse kjo mund të jetë një nga temat që mund të jetë aktive si rrjedhor e këtij këndi. Të komunikojmë hapur, pra ka rëndësi, dhe të fokusohemi tek zgjidhja, dhe kjo ka rëndësi. Ndërkohë që dita e enjte dhe dita e diel duken si ditë disi më pozitive, do të këshilloj që ti përdorën këtë ditë. Ditën e enjte për të pak a shumë për të balancuar si nga ana ekonomike, për të fokusuar më tepër tek puna jonë, për të zgjidhur të gjitha problemet që mund të kemi brenda kolektiveve ose në jetën tonë të përditshme. Është një ditë shumë efikase, edhe pse mund të kemi probleme gjatë asaj dite, faktikisht pa këtyre probleme mund të kuptojmë më mirë se ku ne vetë kemi çaluar apo se cila është zgjidhja e situatave, sepse do të marrim edhe disa ide, ose më themi, do të kemi një lloj frymëzimi që vjen nga sistemi gjatë asaj dite, ndërkohë që dita e diel është pak a shumë shpërblim i gjithë atyre që kanë ndodhur gjatë javës. Por edhe dita e diel duke qenë se do të jemi një ditë, me të themi, përpara hënës së re. Kjo do të thotë që hëna do të jetë në fazën e saj të fundit, pra në të balsamike, prandaj dhe mbrojtja që vjen nga sistemi shumë më ulët, si rrjedhoj që ne të mbrojmë veten tonë si fillim dhe pastaj të tjerët. Pra familjen, njerëzit tonë të dashur, ka shumë rëndësi. Do të fillojmë me njëherë tek ndikimet që do të kemi tek shenjat. Kjo javë, pra dita e hënë, do të filloj me hënën të vendosur tek shenja e peshqve. Duke qenë se është e vendosur tek subkonscienca e shenjës së dashit, do të thotë që ndikimet në përgjithësi vijnë në mënyrë instiktive. Çfarë do të thënë kjo? Në qoftë se reagojmë në mënyrë instiktive pa u menduar mirë, mund të shkaktojë probleme, por nga ana tjetër, nëse dëgjojmë thjesht intuitën, analizojmë në bazë të saj dhe pastaj veprojmë, kemi mundësi që të rritemi shumë madje, si në të ardhur materiale, të rregullojmë marrëdhëniet tona personale, të rritemi shumë në karrierë, sepse vërtet në këto momente shenja e dashit, gjithë dhimbje që mund të ketë përjetuar gjatë gjithë këtyre viteve, mund ta kanalizoj për të ndërtuar diçka e cila i shërben të tjerëve, si rrjedhoj, kërkon një farë respekti në gjithë ambientin që i rrethon. Plus, kemi një ndikim shumë të fuqishëm edhe për sa i përket çështjeve sentimentale, sepse në këtë pikë kemi një farë shpërblimi për shenjën e dashit. Kjo vjen si rrjedhoj e të gjitha kontakteve që mund të keni krijuar deri në këto momente, pra prezantohen me personin tuaj të jetës nëpërmjet shoqërisë, familjes në disa raste, por më tepër vjen nëpërmjet njerëzve që i keni njohur nga puna. Prandaj dhe shenja e dashit gjatë kësaj javë mund të prezantohet edhe me persona të cilët mund t'i shikoj pak a shumë si partnerët e tyre të ardhshëm dhe janë në të vërtetë persona vërtet shumë pozitiv. Komunikimi për shenjën e dashit gjatë gjithë kësaj javë është shumë i rëndësishëm. Të mos bijmë prej fanatizmit ton ka rëndësi dhe si rrjedhoj kushtëzimet që mund të kenë ardhur që nga e shkuara, sidomos për sa i përket personit që do të zgjedhim në jetën tonë. Duhet jemi të vëmendshëm pra që mos vjen prej këtyre kushtëzimeve dhe të fokusohemi për ta njohur individin përballë dhe jo të bazohemi tek ato çfarë mund të kemi mësuar përmendësh, pra nga e shkuara ose nga lidhjet e të shkuarës. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit, shenja e dashit vazhdon që të jetë e prekur, duke qenë se Shironi është tek shenja juaj dhe është e vendosur tek grada e fundit, madje mund të kemi kriza, sidomos në ato çfarë mund të jenë sëmundje që janë kronike. Të jemi të kujdesshëm, normal që nuk na bën keq. Shenja e demit, kemi disa ndikime pakës të çuditshme. Një në radhë parë, duke se nuk keni fat, është një nga shenjat që mund të ketë fat shumë të madh, në kuptimin që keni shumë mundësi që vini në këtë moment në jetën tuaj. Por aftësia për të përdorur ato është pak e ulët. Arsyeja që është e ulët është sepse mund të jeni shumë të lodhur nga stimulimi i madh që merrni nga jashtë. Keni një stimulim shumë të madh dhe ju duhet që të zgjidhni shumë elemente të cilat do t'i bëjnë themelet në jetën tuaj. Kjo do thotë edhe mënyra se si ju trajtojnë të tjerë në këto momente mund të jetë shumë stimuluese, mund të keq kuptoni shumë gjërat, si brenda familjes, po ashtu edhe në marrëdhënie çift, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në marrëdhëniet që keni me punën ose në lidhje me karrierën. E për ato gjatë kësaj jave mund të jenë shumë më tepër kërkuese çfarë ju keni kapacitetin për të bërë, sepse siç e thash, jeni shumë të lodhur nga kërkesat ose nga stimulimi që merrni nga jashtë. Si rrjedhoj, zgjidhja e të gjitha këtyre është njërë si fillim, të kanalizoni energjinë tuaj tek ajo çfarë është më e domosdoshme për të zgjidhur në moment. Që ka më tepër prioritet, duhet të fokusoni aty.
Për sa i përket marrëdhënieve familjare kësaj jave, mund ta keni pak më të vështirë për të perceptuar se cila është rruga që duhet të ndiqni ose si duhet të silleni me këta persona, sepse komunikimi mund të lërë pak a shumë në baltë. Drejtuesi juaj Venusi është i vendosur tek shenja e gëforës, por ka një kënd negativ me Chironin, prandaj dhe mund të prekeni shumë ose mund të ndikoheni, mund të thyeni shumë nga fjalët që i thonë të tjerë, dhe nga ana tjetër mund të përdorni edhe fjalë të cilat mund të keq kuptohen në disa raste ose mund të jenë më të rënda se çfarë duhet në situata të caktuara, dhe këto mund të shkaktojnë edhe dëme tek të gjitha marrëdhëniet. Si marrëdhëniet personale, po ashtu edhe në marrëdhëniet që keni në lidhje me punën, me karrierën. Ndaj dhe të merrni frymë thellë përpara se të flisni, për ju ka rëndësi. Për shenjën e dimrit mund të kemi probleme të rëndësishme me mjetet e komunikimit dhe me automjetet. Mjetet e komunikimit e kemi më të thjeshtë sepse mund të gjejmë mënyra alternative për të përdorur, ndërkohë që automjetet duhet të jemi 100% të sigurt që janë të shëndetshëm përpara se të përdoren, sepse më përdet që mund të kemi probleme të rëndësishme këtu. Madje këto probleme mund të smodhen edhe më tepër. Për të gjithë ata që dëshirojnë që të dalin në një farë rrugëtimi, qoftë brenda vendit apo edhe jashtë vendit, ose që duan të fillojnë një biznes të ri, nuk mund të them që kjo është një nga jabat më pozitive në këtë aspekt. Kemi një ndikim i cili mund të bëhet dëmtues nëse nuk janë marrë masat e duhura, dhe masat e duhura se cilat janë gjatë kësaj jave mund ta keni pak të vështirë për të perceptuar, prandaj dhe nëse mundeni ta shtyni, do t'i këshilloj ta shtyni. Gjithsesi, nëse është diçka që nuk mund ta eliminoni dot ose nuk mund ta mjaftojnë dot, atëherë normale që të merrni masat e duhura, të jeni 100% të sigurt, të paktën në lidhje me mjetet që do të udhëtoni, ka rëndësi dhe të gjitha dokumentat t'i keni të sakta. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve, kjo javë fillon me ndikime te karriera. Në përgjithësi janë pozitive, por vjen nëpërmjet sfidave, ndikimet që keni çdo javë, ose më them do të dalin probleme të cilat mund edhe ti keni imagjinuar që mund të ekzistonin në të ardhmen, ose probleme të cilat nuk kanë të bëjnë fare me ju, por dhe që kanë të bëjnë për shkak me punën e dikujt tjetër, por që ju dini se si t'i zgjidhni dhe si rrjedhoj, bini pak më tepër në sy tek përortuar. Pra, edhe pse janë probleme, pra, fal këtyre ju mund të keni një farë prestigj, rritje në prestigj në karrierën tuaj. Dhe si rrjedhoj të keni edhe të ardhur materiale më të mira, por këto të ardhur materiale nuk është se do i vini re me një herë, domethënë këtë më duhet të analizoj. Ndryshimet në të ardhur materiale do të fillojnë që të vijnë re pas hënës së re që do të jetë tek shenja juaj, pra duke filluar nga java tjetër. Ndërkohë që për sa i përket investimeve, në qoftë se i keni bërë analizat vetë dhe jeni të qartë me atë hapin që duhet jeni, pra do t'ju këshilloja, por në qoftë se bashkëpunoni me dikë, kjo është një ndër javën të cilat bashkëpunimi mund të bëjmë pak problematike, sepse mund të kemi një luftë egosh në mes të partnerëve, pra. Dhe këto mund të shkaktojnë dhe dëme të rëndësishme ekonomike për ju. Në qoftë se është diçka që do ta bëni vetë përsëris dhe keni bërë analizat e domosdoshme, atëherë është një ndër momentet më ideale për të vepruar, sepse fal këtyre mund të merrni të ardhur materiale shumë të mira. Në qoftë se po bëni diçka thjesht sepse keni marrë këshillën e miqve tuaj, edhe kjo është diçka që nuk do t'ju këshilloja, sepse me dashje ose pa dashje mund të çojnë në rrugë të gabuara. Gjithsesi, për shenjën e binjakëve është një ndër javët pozitive, nuk mund të them që është negative, është një ndër javët pozitive. Në qoftë se jeni të përgjegjshëm ndaj punës tuaj, ndaj marrëdhënieve tuaja, është një ndër javën të cilën mund të fitoni vërtet shumë. Fitoni një farë begatie në jetë dhe bëni persona të cilët e shijoni pothuajse çdo sekond të javës ose të ditës. Në lidhje me marrëdhëniet të reja që po krijohen në këto momente, si në marrëdhënie shoqërore, po ashtu edhe në marrëdhënie sentimentale, shenja e binjakëve mund të jetë një ndër shenjat e cila pak a shumë përqafon anën e tij të errët, si rrjedhoj krijon lidhje të cilat e kënaqin ose e përmbushin në çdo aspekt. Pra, gjejnë persona të cilët arrin që të shikojnë të plot ashtu siç janë dhe si rrjedhoj të ndihen më të kuptuar dhe më të parë, pra, nga ata. Dhe kjo do të thotë që ndjeni dhe më të vlerësuar për brenda lidhjes. Është e vlefshme si për lidhjet që po krijohen në këto momente, po ashtu edhe në lidhjet aktuale. Lidhjet aktuale mund të kenë disa gritse, por nëse nuk vjen prej egos këtë përsëris, atëherë kanë shumë të thjeshtë të zgjidhin problemet që ekzistojnë.
Dita të cilat janë disi më problematike për ju, e premte dhe e shtunë, madje dita e shtunë mund të jetë një ndër ditët e cila mund të bëhet shumë problematike nëse nuk jeni të vëmendshëm në lidhje me stresin që keni akumuluar gjatë javës, të cilët mund të kenë shpërthime emocionale, të cilat mund të prekin edhe ambientin që rrethon, por në disa raste mund të kemi edhe pak a shumë një farë melankolie, në qoftë se kaloni kohë me njerëz të cilët ju bëjnë që të ndjeni të vlerësuar, keni shumë të thjeshtë që të anashkaloni këtë lloj gjendje pra. Gaforja, për shenjën e gaforës, kjo është një ndër javët ku hëna është në mbyllje, pra energjia është duke ulur. Këshilla ime do të ishte që nëse keni egzageruar gjatë javëve paraardhëse me ushqimin dhe nuk e keni kontrolluar dot veten tuaj me atë çfarë konsumoni, kjo mund të bëhet një nga javët më pozitive për ta kontrolluar këtë si gjë. Të fillojmë një dietë për gjatë kësaj jave mund të jetë shumë më tepër efikase. Ndërkohë që për të krijuar një rutinë të re që ka të bëjë për shembull me aktivitet fizik si sporte të tjerë, kjo nuk mund të them që është shumë pozitive për shenjën e gaforës. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për vënien një jetë të projekteve të reja. Pak më tepër që jemi në fazën ku jemi shumë afër me ditëlindjen e gaforës, prandaj edhe periudha kur është përpara ditëlindjes, duke qenë se është periudha ku çdo gjë është në eliminim me sipër, nuk do të këshilloj vërtet që të krijonim diçka të re gjatë periudhës, sepse në përgjithësi përfundojnë ose shumë shpejt ose mund të krijojë diçka problematike dhe bëhet një situatë më e rënduar pra. Nuk mund të them që është një periudhë pa fat, por kemi më tepër fat për të hequr nga jeta jonë ose për të shndërruar ato çfarë kemi në dorën tonë në diçka më produktive. Si rrjedhoj të fokusohemi tek karriera jonë, ajo që kemi investuar deri në këtë moment e ka më tepër rëndësi, duke qenë se Mërkuri do të ketë një kënd negativ me Saturnin gjatë kësaj jave, dhe Saturni është vendosur pikërisht tek shenja të shtëpia e karrierës për shenjën e gaforës. Kjo do thotë që duhet jemi 100% të përgjegjshëm për atë çfarë bëjmë. Pra, të mos i shmangim punës, në qoftë se është një detyrë që na është dhënë nga prioritet, duhet ta çojmë deri në fund. Dhe të mos ja pasojmë dikujt tjetër, sepse nëse ja pasojmë dikujt tjetër, nëse në puna nuk bëhet ashtu siç duhet, por edhe nëse bëhet ashtu siç duhet, mund të dalin probleme. Nëse puna nuk bëhet ashtu siç duhet, automatikisht dihet sepse po dalin probleme, por nëse puna bëhet ashtu siç duhet, normale që meritat do i kalojnë atij që e ka bërë punën, prandaj edhe për shenjën e gaforës kjo mund të thotë edhe ulje në detyrë. E kundërta, nëse jemi të përgjegjshëm dhe i bëjmë detyrat tona deri në fund, atëherë kemi mundësi që të bijmë më tepër në sy dhe si rrjedhoj të shkëlqejmë. Palë kësaj të marrim të ardhurat materiale më të mira. Për shenjën e gaforës, ditët të cilat janë vërtet të rëndësishme që të shfrytëzojmë në maksimum, sidomos në lidhje me karrierën dhe për të rregulluar marrëdhëniet familjare ose problemet brenda shtëpisë, banesës ku jetojmë, janë dita e Mërkur dhe dita e Enjte. Dita e Enjte është një ditë pak problematike, prandaj duhet jemi të vëmendshëm në çdo hap që jetim, por nëse jemi të vëmendshëm e kemi shumë të thjeshtë. Dita e shtunë për shenjën e gaforës mund të jetë një ditë e cila mund të shgënjejmë, sidomos në lidhje me çështje sentimentale. Duhet jemi 100% të sigurt përpara se të marrim një vendim gjatë asaj periudhe, qoftë edhe për të mbaruar një lidhje. Nëse është një lidhje që ka kohë që po jep frymën e fundit, domethënë ajo është diçka tjetër, por nëse është një lidhje që nuk jemi shumë të sigurt ende, do të këshilloj që jepni edhe një shans të fundit, ta diskutoni mirë me personin përballë dhe pastaj të merrni një vendim, nëse jeni patjetër të detyruar ta merrni një vendim. Nëse nuk jeni të detyruar të merrni këtë vendim, do të këshilloj ta merrni pas hënës së re. Shenja e Luanit. Atëherë, shenja e Luanit ditën e hënë mund ta ketë problematike në lidhje me shëndetin, sidomos në qoftë se këtë fundjavë, pra ditën e sotme që është data 6 dhe ditën e nesërme që është data 7 qershor, nuk e përdor për të qetësuar. Qetësimi duhet të jetë më tepër nga ana nervore. Nëse stimuli ka qenë shumë i lartë gjatë javës paraardhëse, do të thotë që gjatë kësaj fundjavë duhet të shplodheni, të kaloni kohën në natyrë. Për këtë arsye ka rëndësi. Normal që të gjithë duam të marrim pjesë në protesta, këtë e kuptoj edhe unë, por duhet edhe të kujdeseni për shëndetin tuaj fizik. Nëse nuk kujdeseni në lidhje për të qetësuar sistemin tuaj nervor, mund të kemi probleme të rëndësishme tek sistemi kardiovaskular gjatë javës në vazhdim, sepse do të kemi trysni shumë të lartë këtu. Pra domethënë që mund të kemi probleme edhe me zemrën. Kjo nuk do të thënë që të gjithë do kalojnë një arrest kardiak, do të thotë thjesht që mund të kemi probleme, mund të sforcohemi shumë, mund të mos marrim frymë ashtu siç duhet e tjerë, ose mund të mos mbushemi dot me frymë. Dhe si rrjedhoj të kemi probleme pra në këtë aspekt.
mos kemi energjinë e dur për të zgjidhur problemet ose për punën që na nevojitet. Ndërkohë që nëse kujdesemi në këtë aspekt, java që vjen në përgjithësi ka tematika pozitive. Një në radhë parë ditë në hap mund ta përdorim për të zgjidhur problemet që kemi tek vendi jonë i punës. Në mos problemi që na ka shkaktuar kolegët tanë gjatë javës paraardhëse. Që sa javë mund të zgjidhim këto probleme, të sqarojmë se ku qëndron problemi dhe detyrimisht të zgjidhim ato. Dita e mërkurë dhe e njëjtë janë dy ditë në të cilën shenja e luanit mund të fokusohet më tepër tek udhëtimet, nëse dëshironi të udhëtoni janë ditë pozitive. Ndërkohë që nëse dëshironi që të bëni një lloj trajnimi për të zgjuar horizontin tuaj ose njohurit tuaj janë ditë pozitive, më tepër këto do të jenë nëpërmjet duke përdorur teknologjinë, pra nëse janë online edhe më mirë, por nëse duhet të udhëtoni diku për të marrë një farë seminari ose diçka të tillë, edhe ajo, pse jo, është pozitive. Dita e njëjtë duke filluar nga pjesa e dytë e saj, duke qenë se do të kemi tashmë hënën do të kaloj tek shenja e demit, mund të kemi pak a shumë probleme që dalin brenda karrierës, por duke qenë se në këto momente shenja e luanit mjafton që të qëndroj i qetë, gjen zgjidhje pothuajse automatike në lidhje me karrierën sepse ka mësuar, ka qenë një periudhë komplet pjesa e marsit dhe prillit, ku mësoj shumë se si të zgjidhi problemet tek puna dhe të krijoj dinamika të shëndetshme si me prorë për ashtu dhe me kolegët. Në këto momente ka shumë të thjeshtë, edhe nëse dhe një problem, ose të parapri ose ta zgjidhni në moment. Dhe kemi edhe një ndikim përsa i përket marrëdhënieve bashkëtorë. Në këto momente, marrëdhëniet bashkëtorë janë sa pozitive, po ashtu dhe mund të jenë të sfiduara. Sfida vjen nga probleme që ne kemi mbartur nga shkuara. Sidomos probleme që janë shkaktuar si nga familjarët, po ashtu edhe me ndërhyrjen e dikujt tjetër, mund të jetë nga shoqëria, mund të jetë nga një element çfarëdo. Në qoftë se ne thjesht fokusohemi në mirëmbajtjen e marrëdhënies në çift, e kemi shumë të thjeshtë që gjatë kësaj jave, dhe nëse dhe një problem, ta sqarojmë dhe ta zgjidhim, por në qoftë se bien pre e këtyre manipulimeve në përgjithësi që kanë ndodhur nga individ rreth rrotull, atëherë këto marrëdhënie mund të dëmtohen në mënyrë të dukshme. Pra, komunikoni me partnerin tuaj dhe zgjidhni problemet. Kjo është ajo që duhet të këshilloj. Ditën e shtunë shenjës së luanit, ditën e shtunë të ardhshme, pra ditën është një ndër ditën me të cilat mund të përballen me rrisje. Pothuajse në çdo aspekt të jetës, prandaj do të këshilloj që ta kaloni me më tepër qetësi, me më tepër butësi, mundësisht me persona që ju bën të ndjeni të sigurt, sepse siguria shpirtërore do të ketë shumë rëndësi gjatë asaj dite. Shenja e Virgjëreshës. Atëherë, hëna do të filloj me java do të filloj me hënën të vendosur tek shenja e peshqve dhe për ju do më thënë fokusi kryesor gjatë gjithë javës në vazhdim mund të jetë tek marrëdhëniet bashkëtorë ose tek marrëdhëniet që keni me partnerët tuaj. Në përgjithësi në lidhje me çështje sentimentale, por mund të ndikojnë edhe çështjet e biznesit. Shenja e Virgjëreshës në këto momente mund të jetë shumë e stimuluar për të ndërtuar një lidhje më të shëndetshme, por nuk di se cilat janë hapat e duhura që duhet të ndjek për ta bërë këtë. Në mënyrë që të jetë më i qartë në lidhje me këto tematika, do të këshilloj që të marrin mendimin e shoqërisë së tyre. Këtu jo shoqëri do si do, bëhet fjalë për persona të cilët e dinë që jo kanë me të mirë. Mund të kemi edhe kontakte nga persona ose nga shoqëria e të shkuarës tek shenja e Virgjëreshës, të cilat pak a shumë i rikujtojnë se kush janë ata në të vërtetë, mund të jenë edhe individ që ka njohur që nga familjaria e tyre. Shenja e Virgjëreshës gjatë kësaj jave, duke qenë se fokusi kryesor, siç e thash, do të jenë partneritet, sidomos marrëdhëniet brenda jetës bashkëtorë, do të thotë që këto janë tematika të cilat mund të bëhen dhe pak të lodhshme, disa rastësisht të mundimshme për të tejkaluar problemet, sepse bëjnë pak të rënda, sidomos ditën e njëjtë dhe të premte mund të ndjejmë edhe më tepër këto si tema që zmadhohen edhe një herë. Në këto momente, shenjës së Virgjëreshës do të këshilloja për këtë arsye që nëse është diçka që mundeni ta zgjidhni nëpërmjet komunikimit, detyrimisht do ta zgjidhni, por nëse është diçka që nuk mundeni ta zgjidhni nëpërmjet komunikimit, të fokusoheni te temat e tjera që kemi në jetë. Një ndër gjërat që ka më tepër rëndësi në këto momente është të hidhni hapat e dur për rritjen tuaj në karrierë. Të gjithë ata që merren me biznes mund të jetë një javë shumë produktive në këtë aspekt. Partnerët e biznesit mund të kuptoni se cilat janë dinamikat e pashëndetshme ose në disa raste ku ju kanë manipuluar dhe ku kanë qenë disbalancë, sidomos në lidhje me të ardhurat materiale.
dhe si rrjedhoj ose të krijoni diçka më të shëndetshme, nëse keni pasur keq kuptime, ose në disa raste mund të kemi dhe mbylljen e këtyre partneriteteve dhe mund të kemi një farë vështirësi për të filluar diçka të re. Për të filluar diçka të re në lidhje me biznesin, ky nuk mund të them që është një ndër momentet më ideale. Momenti ideal do të vi pas hënës së re, sepse atëherë do të jemi shumë më të qartë se çfarë duhet të bëjmë dhe cilat janë gjërat të cilat janë më tepër fitimprurëse pra, ose cili është biznesi më fitimprurës për ju dhe si rreth mund të ndryshoni drejtimin kur është i domosdoshëm. Një ndër temat më të rëndësishme që ka në këtë moment, nuk është thjesht në gjatësia, por në këtë moment, shenja e vigjesis është që ka aftësinë për të ndryshuar rrjedhën e ujit, pra, dhe të drejtohet aty ku është më tepër produktivitet, ose është më tepër fitimprurëse, si në lidhje me të ardhurën materiale, po ashtu edhe të ketë një ndikim pozitiv në lidhje me jetën e saj personale. Këtu bëhet fjalë edhe në lidhje me çështje sentimentale, bëhet fjalë edhe në lidhje me marrëdhëniet që keni brenda familjes. Java në vazhdim për shëndet e vigjeris është një javë e cila ka një produktivitet shumë të lartë, nuk mund të them që ka fat shumë të madh sepse ka shumë mundësi që në jetën tuaj, por duhet bërë gjërat me qetësi. Dhe në qoftë se një partneritet nuk funksionon ose një individ e ka treguar pak a shumë gjatë rrjedhës së jetës ose marrëdhënies tuaj që është një individ që ka një interes të caktuar, prandaj qëndron me ju, pra po e themi shqip, atëherë do të këshilloj që të krijoni një farë distance. Por, nëse është një person që e dini që nuk është se ka me të keq, edhe pse nuk mund të jenë shumë afër në këtë momente, të paktën për të marrë këshilla, mund të drejtohen tek ata. Okej, shenja e peshorës. Shenja e peshorës ka një ndikim shumë të fuqishëm në lidhje me shëndetin, duke filluar që nga dita e hënë dhe duke vazhduar deri në fund të javës. Një dita e hënë mund të na tregojë se ku janë problemet që kemi ne tek shëndeti ose ku ne kemi lënë veten tonë pas dore. Nëse kemi konsumuar më tepër se çfarë duhet, këtu bëhet fjalë më tepër për ëmbëlsirat. Nëse kemi konsumuar shumë më tepër, fillojmë që të ndjejmë probleme brenda organizmit tonë. Do të këshilloj që të merrni me seriozitet, sepse do të keni mundësi që të zgjidhni shumë probleme që nuk e dini, domethënë që vinin pikërisht nga kjo si gjë. Si rrjedhoj, konsumi ka rëndësi. Konsumi nuk bëhet fjalë thjesht për ushqime, pra, edhe pse thashë në lidhje me ëmbëlsirat ka më tepër rëndësi, por ka të bëjë edhe me konsumin që kemi në lidhje me marrëdhëniet që mbajmë jetën tonë, pra me individët me të cilët kalojmë më tepër kohën. Shenja e peshorës gjatë javës në vazhdim do të ketë një aftësi ose pak a shumë një superfuqi për të përzgjedhur se cilët janë njerëzit që ja kanë me të mirë dhe cilët janë njerëzit që ja kanë me të keq. Prandaj dhe mund edhe të ndërtoj pak a shumë rreth rrotullvetes një farë muri me individ ose njerëz të cilët e mbështesin dhe e mbrojnë nga njerëzit të cilët e kanë me të keq. Shenja e peshorës për këtë arsye gjatë javës në vazhdim ka një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv. Pak më tepër që janë shumë më tepër larg pamës në këto momente, kemi një intuit shumë të lartë dhe arrim që ta përdorim ose më themi ta gërshetojmë shumë mirë këtë me intelektin tonë dhe si rrjedhoj ta aplikojmë në jetën tonë në çdo aspekt të jetës për të krijuar një balancë të mirë, për të krijuar një begati shumë të lartë dhe për të qenë më të suksesshëm. Suksesi më të madh tek shenja e peshorës vazhdon që të vi tek karriera e saj dhe merr një mbështetje shumë të madhe edhe nga partneri, merr një mbështetje shumë të madhe edhe nga familja gjatë kësaj jave. Ndonëse marrëdhëniet që kemi me partnerin gjatë kësaj jave mund të bëjmë pak sfiduese dhe vazhdojmë që të jemi në atë rrymën që ishim javën e kaluar, që duhet të krijojmë një balancë në mënyrë se si i trajtojmë si punën po ashtu dhe partnerin tonë. Pra duhet të kemi të gjitha të balancuar se ku investohemi. Por pavarësisht të gjitha këtyre, shenja e peshorës gjatë gjithë kësaj jave ka një ndikim pozitiv, sepse merr mbështetje, sido që të jetë puna, sidomos nëse është për të mirën të dyja palëve, pra edhe partnerët tuaj do ta kuptojnë shumë mirë se ku duhet të tërhiqen në disa raste. Shenja e akrepit gjatë kësaj jave, java do të fillojë me hënë të vendosur tek shenja e peshqve. Kjo është një ndikim pozitiv për shenjën e akrepit, duke qenë se do të krijohet një trekëndësh ujë për ta, ose për ju. Edhe dita e martë, pjesa e parë e saj të paktën, mund të jetë në një frymë ndjesime pozitive, por pjesa e dytë e ditës së martë mund të shndërrohet fillojmë gradualisht të kemi probleme. Problemet në përgjithësi do t'i kemi në lidhje me shëndetin, duke qenë se vazhdojmë që të jemi në fazën ku shenja e akrep duhet të jetë shumë e kujdesshëm në lidhje me shëndetin e tij fizik. Për shenjën e akrepit mund të kuptojmë shumë mirë
se si janë personat që kemi tek vendi i punës, karakteret e tyre të vërteta. Është e vlefshme që nga dita e hënë, por më tepër do të fillojmë që t'i vëmë re hapur, arsiqar më të themi, që nga dita e martë të tutje. Veprimet e tyre do vërtet duan apo s'duan ata, domethënë, do t'i tregojnë fytyrën e tyre të vërtetë. Kemi një ndikim shumë pozitiv për këtë arsye. Unë e shikoj si diçka pozitive sepse dim se ku qëndrojmë dhe se cilët janë njerëzit që kemi rreth rrotullt dhe dim se prej kujt të mbrohemi fal kësaj. Në lidhje me shëndet nuk kam shumë se çfarë them, duhet jemi të kujdesshëm në çdo aspekt të tij, të kujdesem për çfarë konsumojmë ka rëndësi, të mos e teprojmë me asnjë gjë, të mos e teprojmë edhe me aktivitetin fizik, ka rëndësi në këtë moment për shenjën e akrepit. Ndërkohë që duke qenë do të perceptojmë shumë mirë pra se cilët janë njerëzit që kemi rreth rrotullt, kemi të aftësi që të ndërtojmë distanca të përshtatshme për gjithë secilin dhe të mbrojmë veten tonë në situata të cilat na kanë dëmtuar deri në këtë moment për të arritur aty ku ne duhet të arrijmë në lidhje me karrierën tonë, po ashtu edhe në lidhje me të ardhurat materiale. Kemi një spastrim të mirë për shenjën e akrepit gjatë gjithë kësaj jave, duke qenë se kemi edhe një aftësi konjektive shumë të lartë. Mbi të gjitha kemi edhe një intuit vërtet shumë të lartë. Ditët të cilat janë vërtet shumë pozitive, do të jenë dita e hënë, do të këshillojmë që ta përdorim ditën e hënë deri në fund të asaj dite, një për të planifikuar mirë se çfarë do të bëjmë gjatë javës dhe për të kërkuar ndihmë për situata të cilat e dim që nuk i dalim dot vetë ose nuk e zgjidhim dot vetë, të kërkojmë ndihmë nga personat që kemi besim. Nuk ka rëndësi se kush janë këta persona, qofshin nga familja, qofshin nga shoqëria, sepse ata mund të na drejtojnë aty ku duhet dhe mund të na mbështesin në momentet që kemi më tepër nevojë. Për kësaj kemi aftësi që gjatë javës në vazhdim, sidomos duke filluar që nga dita e mërkurë tutje, të fillojmë të krijojmë disa balanca të reja, disa dinamika të reja, të cilat mund të thonë dhe të ardhur materiale të mira, mund të thonë dhe marrëdhënie më të shëndetshme, nga ana tjetër do të thotë edhe një moral vërtet shumë më i lartë, i cili normalisht na ndihmon që edhe ne të hedhim hapa më të sigurt. Çështje sentimentale. Shenja e akrepit në këto momente është në një fazë ku ka mundësi vërtet të pafundme për të njohur me njerëz të rinj, të cilët janë shumë të përshtatshëm. Kjo sepse vjen pak a shumë si dhuratë e një periudhe shumë të gjatë ku mund të jemi përballur me persona toksik. Duke qenë se kemi periudhë spastrimi në këto momente, njerëzit të cilët nuk janë të shëndetshëm ose që janë toksik, i perceptojmë me njerëz shumë thjesht. Pra, siç e thash, intuita është e lartë në këto momente të shenjë akrepit. Prandaj edhe në qoftë se jemi mësuar që të kemi dinamika të tilla, pra kemi pasur lidhje vazhdimisht toksike në jetën tonë, gjatë kësaj jave e kemi pothuajse të pamundur që të fillojmë të rindërtojmë nga e para diçka të tillë, një datë situata, pra mund të ndërtojmë vetëm diçka të shëndetshme. Në qoftë se keni pra një intuit të tillë, do të këshilloj ta ndiqni deri në fund dhe të mos e sforconi me persona që e kuptoni që nuk është se ajo kanë me të mirë. Dhe shenja e shigjetarit. Shenja e shigjetarit javën e fillon me ndikime të familja, sidomos probleme që mund të jemi tek shëndeti i familjarëve tanë gjatë ditës së hënë të martë mund të ndjejmë pak më tepër. Dita hënë sidomos mund të jetë pak a shumë në këto lloj frymërash. Nuk mund të them që është diçka shumë negative, sepse fal kësaj do të mund të gjejmë edhe zgjidhje, madje mund të krijojmë edhe ose më them, mund të përballem edhe me individ që mund të na ndihmojnë që të tejkalojmë probleme që kanë qenë për një periudhë shumë të gjatë. Për të gjithë njerëzit që duan të zhvendosen në këto moment ose të ndryshojnë karrierën, mund të marrin propozime në lidhje me këto tematika, janë shumë fitimprurse. Në qoftë se dikush ju propozon që të zhvendoseni për shembull në një vend tjetër në lidhje me karrierën tuaj, mund të rezultojnë në një karrierë e cila shumë e suksesshme dhe se do të sjellë të ardhur materiale shumë të mira, të krijojë një farë stabiliteti të ri ekonomik, pra ose një farë frymë të re. Kjo javë është një ndër javat më të rëndësishme ku ju mund të perceptoni shumë mirë se çfarë doni nga jeta dhe ta përdorni në këtë aspekt, ka rëndësi. Dita e martë, e mërkurë dhe e njëjtë janë 3 ditë shumë produktive për ju. Ditën e hënë do të këshilloj që më tepër ta rishit me shëndetjen si tuajnë poshtë dhe të familjes, nëse keni probleme brenda shtëpisë ose për shembull për të krijuar një farë programi të ri ose për të krijuar një farë rutine të re në këto marrëdhënie ose në këto pikpamje, do të këshilloj që ta përdorni në këtë aspekt. Por ditën e martë, të mërkurë dhe të njëjtë do të këshilloj që të jeni produktiv. Të zbatoni pra planet që po bëni
duke filluar madje edhe që nga një dita e nesër, pra që nga data 7 qershor mund ta bëni këtë gjë, planifikoni, në mënyrë që ta aplikoni duke filluar nga dita e martë dhe duke vazhduar deri ditën e njëjtë. Tani dita e njëjtë ka një ndikim të tillë që është pakës problematike. Pse është problematike? Sepse do të kemi disa kënde të vështira. Prandaj, edhe nëse jeni të planifikuar 100% dhe jeni shumë të saktë në planet që bëni, mund të dalin probleme. Prandaj, do t'ju këshilloj që gjatë atyre ditëve të merrni këshillën se si mund t'i zgjidhni këto nga personat ekspert. Në qoftë se këta persona ekspert janë brenda familjes tuaj, është edhe më mirë sepse vërtet mund të bëjnë persona të cilët pak a shumë, le të themi, bëjnë shtylla kurrizore e zgjidhjes së problemit, pra ose ku ju mund të mbështeten dhe të jeni të sigurt ose të qetë shpirtërisht, pra që mund që keni ku të ktheheni edhe në rast të rrezikut. Shenja e vërtetësisë gjatë kësaj jave, atëherë fillojmë me javën me hënë të vendosur tek shenja e peshqve. Prandaj dhe si fillim duhet të zgjidhim një probleme që mund të kemi me vëllezër, me motrat, ose probleme që mund të kemi me automjetin dhe me mënyrën se si ne komunikojmë. Këtu bëhet fjalë edhe me mjetin e komunikimit, pra edhe me telefonat. Si do, dita e hënë, për shembull, nëse keni probleme në lidhje me këtë tematikë, mund të bëhet shumë efikase për zgjidhjen e tyre. Mënyra se si komunikojmë veç ka shumë rëndësi. Mënyra se si zgjidhim këto probleme ka shumë rëndësi sepse do të na tregojë dhe si do të vazhdojë java. Nëse i zgjidhim këto probleme me rrënjë dhe jemi të qartë se çfarë duhet të bëjmë, e kemi shumë të thjeshtë dhe javën në vazhdim të jemi shumë produktiv. Pak a shumë një lloj sistemi tek shenja e shigjetarit. Por për shenja e bricjapit, kemi një mundësi shumë më të madhe se janë shumë më tepër produktiv në këtë moment. Jeni shumë më tepër efikas në çdo gjë që bëni dhe plus merrni një ndihmë shumë të madhe edhe nga sistemi. Kjo sepse pak a shumë të gjitha problemet që ju kanë shtypur ose ju kanë penguar ose që ju kanë mërzitur deri në këto momente, deri ditën e njëjtë, duke filluar që nga dita e premte këtej, pak a shumë janë zbutur ose janë zgjidhur edhe vetë dhe ju normalisht që keni bërë punën tuaj. Marrëdhëniet familjare në këtë moment ju mbështesin vërtet shumë dhe mund të bëjnë persona tek të cilët ju mund të mbështeten nëse keni problem. E ndihni këtë si gjë. Ndërkohë që për sa përket çështjeve sentimentale, është një ndër javën më pozitive. Mund të kemi zmadhimin e gjithçka gjithsej jave, kjo më thotë që mund të kemi edhe zmadhimin e probleme, por fare këtyre zmadhimeve mund të kuptojmë edhe shumë mirë se është apo s'është ky personi që ne duam ta kemi një të dosur. Nëse është një lidhje e cila është në atë hapin që është përpara se të marrë hapin e rëndësishëm, si për shembull për të martuar, për të bashkëtuar ose për të bërë një fëmijë për shembull. Është një javë shumë e rëndësishme në këtë aspekt, edhe ju do ta kuptoni shumë mirë se çfarë doni, pra si do të merrni dhe të ndërmerrni veprimet e duhura. Në lidhje me karrierën, në këtë moment shenja e bricjapit ka një rritje kolosale. Nuk ka rëndësi se çfarë profesioni keni, është vërtet një ndër periudhat më efikase, më produktive, më të suksesshme për ju, sepse jeni vërtet persona që shkëlqeni në këtë aspekt. Si do të gjithë ata që janë tek shenja e bricjapit, në një mënyrë ose në një tjetër, domethënë, qoftë nëpërmjet punës që keni bërë deri në këtë moment, nëpërmjet investimeve që keni bërë në këtë moment, qoftë edhe nga ndihma që mund të merrni nga ambienti, do të arrini një farë suksesi dhe si do të keni edhe një farë të ardhurë të mira materiale. Por këto të ardhur materiale duhet jeni të kujdesshëm se ku i shpenzoni, sepse në këtë moment kemi dhe Plutonin në retrograd. Mund të kemi dhe rihapjen e disa tematikave, të cilat mund të thotë edhe shpenzimet të kota në disa momente. Shenja e ujorit, atëherë java do të fillojë me hënën vendosur tek shenja e peshqve. Kjo periudhë do të thonë që mund të zgjidhni problemet që keni me të ardhurat materiale. Sidomos investimet që keni bërë dhe pak a shumë ju është ngrënë haku. E drejta juaj nuk është dhënë, pra. Ditën e hënë mund të hidhni hapa të rëndësishëm drejt zgjidhjes së problemit. Pra të kërkoni atë çfarë ju meritoni dhe ta merrni atë që është pjesa më e rëndësishme. Vërtet që është më e rëndësishme sepse hëna do të ketë mbështetjen e Jupiterit, e cila zmadhon anën pozitive në këtë rast dhe për ju domethënë zmadhon të ardhurat materiale. Plus zmadhon edhe vetë vlerësimin. Por kemi një problem. Problemi është se në këto momente zhunoja, e cila ka një ndikim pozitiv, ka kaluar në retrograd, ose gjatë javës në vazhdim ka kaluar në retrograd.
Kjo do të thotë që marrëdhëniet brenda çiftit mund të jenë pakës të sfiduar, prandaj të jemi të qetë dhe të mos zihemi, siç e përmendëm përpara, ka rëndësi. Ta dëgjojmë personin përballë deri në fund dhe mos krijojmë kot atë luftën e egove, pra, sepse nëse krijojmë luftë egosh, vërtet që do të jenë probleme që do të mbartin për një periudhë të gjatë, do të na lodhin dhe mbi të gjitha nuk do të na lënë që të fokusohemi aty ku duhet të fokusohemi në këto momente, e cila është ndërtimi një jete të përbashkët, sepse kemi mundësi ose aftësi kolosale në këto momente për të ndërtuar një stabilitet ekonomik, për të ndërtuar jetën që ne dëshirojmë, për të ndërtuar shtëpinë, familjen që ne dëshirojmë. Kemi një fat vërtet shumë të madh në lidhje me çështje sentimentale, edhe në lidhjet aktuale, edhe për të krijuar diçka të re. Personat që kemi në jetën tonë në këto momente na shikojnë të plot dhe si edhe na perceptojnë ashtu siç duhet. Para kësaj kemi mundësinë që të ndihemi më të parë nga ata dhe më të mbështetur, që në të vërtetë ashtu është, do të na mbështesin vërtet shumë personat që kemi në jetën tonë, në mënyrë që ne të arrijmë qëllimet që kemi në jetë. Dhe sidomos në lidhje me karrierën mund të bëhet një nga javët më produktive. Pini më tepër në sy, tek e përtuar për mirë në këtë rast, sepse zgjidhni probleme të cilat njerëzit e tjerë nuk arrin as të perceptojnë dot. Për shenjën e ujorit, kjo është një javë vërtet shumë pozitive, por duhet jemi shumë të vëmendshëm në hapat që hedhim. Në qoftë se jemi të shkujdesur dhe nuk e programojmë mirë javën, vërtet që mund të hasemi probleme dhe mund të ndihemi shumë të lodhur në fund të saj. Kjo do të thotë që kemi një rënje në produktivitet dhe madje mund të shfryhemi tek personat që nuk duhet të shfryhemi, siç janë për shembull partnerët ose familjarët tanë, i dëmtojmë këto marrëdhënie, por nëse jemi pak më të qetë, i shikojmë gjërat ashtu siç janë, dhe jemi pak më të programuar dhe më të vetëdijshëm në çdo hap që hedhim, atëherë kemi shumë të thjeshtë. Çdo gjë me qetësi, sepse kemi kohë në këto momente të bëjmë gjithçka. Vërtet që kemi kohë, sidomos për shenjën e ujorit, kjo është një ndër momentet ku edhe nëse mundësit ju duken sikur kanë ikur nga duart ose po ju ikin nga duart, do t'ju rikthehen patjetër, sepse domethënë thjesht që nuk është momenti i dur për t'i kapur ato. Duhet jeni edhe ju gati, zgjidhni ato çfarë keni përduar, sepse do të vinë patjetër përsëri. Në disa raste mund t'i kuptoni gjërat edhe mund mos jenë gënjeshtra, por mund t'i keq kuptoni gjërat, prandaj flisni hapur me partnerët tuaj. Flisni hapur, domethënë. Unë dëgjova këtë si gjë, çfarë doje të thojë ose çfarë ndodhi në të vërtetë. Keni mundësi që t'i sqaroni gjërat shumë mirë gjatë kësaj jave, por thjesht me qetësi, domethënë. Mos u ndikoni nga ambienti rreth rrotu, sepse vërtet që mund të keni njerëz keqdashës rreth rrotu gjatë kësaj jave. Vërtet, domethënë, sidomos nga shoqëria, këtë po e analizoj. Shenja e peshëve. Kjo është një javë që fillon me hënën tek shenja juaj, pak më tepër që hëna do të ketë një kënd pozitiv me Venusin, që është perëndesha e dashurisë, dhe me Jupiterin, që është planeti i fatit ose perëndia e fatit. Pra, kjo do të thonë që kemi aftësi shumë të mëdha në këto momente që të përdorim çdo gjë, çdo element që kemi fituar në avantazhin tonë, ose çdo element që kemi në avantazhin tonë. Këtu është e vlefshme në lidhje me krijimin e projekteve të reja ose në zbatimin e tyre. Shenja e peshëve është një ndër shenjat e rralla, e cila ka një përdorim pothuajse 100% të logjikës në këto momente, duke qenë se Merkuri jep edhe fat. Shton shumë edhe intuitën, por edhe përdor në mënyrë perfekte pothuajse logjikën, pra siç e thash. Kjo do thotë që çdo gjë që ne mundohemi që të krijojmë jetën tonë në këto momente është pothuajse jep rendiment menjëherë. Dhe kjo do të thonë dhe të ardhur materiale vërtet shumë të mira. E njëjta veç do të ketë një kënd negativ me diell. Kjo do të thotë që familja jon mund të mundohet që të na pengojë kur nuk e kupton se cili është qëllimi që ne kemi, ose se çfarë duam të bëjmë. Do të ishte vërtet një humbje kohe nëse mundoni të shpjegoni të gjithëve se çfarë keni ndërmend që të bëni. Do të këshilloj më tepër që energjinë që do ta shpenzoni për të shpjeguar tek të tjerët ta kanalizoni për të krijuar diçka në këtë moment, sepse është një ndër momentet më efikase në këtë aspekt. Nuk po them që nëse ju pyesin ti ignoroni njerëzit, po them që më mirë bëjeni gjëra dhe pastaj tregojeni, sesa ti tregoni hap pas hapi se çfarë doni të bëni dhe të mundoni të shpjegoni të tjerëve e të tjerë. Është edhe e lodhshme dhe me të gjitha nuk është efikase. Asnjëherë nuk ka për të qenë efikase një ndikim i tillë ose një veprim i tillë. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, është një ndër javët më pozitive. Kjo për shenjën e peshëve, kjo periudhë mund të jetë një periudhë më ideale për të krijuar familje.
prandaj dhe mund të prezantohen ose mund të hyjnë në jetën tuaj njerëz me të cilët mund të kërkoni familje. Të gjithë ata që janë në një lidhje afatgjatë dhe që janë pak a shumë të pasigurt nëse ky është apo s'është momenti i duhur ose personi i duhur, kjo është një nga javët ku këto lloj pikë pyetësh do të sqarohen, sepse do të merrni mësime të tilla ose personat që keni përballë mund t'ja sqarojnë nëpërmjet veprimeve të tyre dhe fal kësaj dhe ju do të jeni më të sigurt. Në qoftë se keni pikë pyetje të cilat mund të përgjigjen drejt për së drejtin me komunikim, do t'i këshilloj patjetër që ta përdorni komunikimin çdo javë, pra të flisni hapur, sepse është një nga javët më produktive ose më efikase në këtë aspekt. Shëndeti, ndonë se jemi të prekur të gjithë, por shëndet peshqve vërtet që vazhdojmë që t'jemi në periudhën ku shëndeti është pozitiv. Sistemi imunitar është i lartë dhe pak më tepër që keni mbështetje shumë të madhe edhe nga sistemi. Pra, keni fuqi dhe energji të mjaftueshme për të realizuar jetën tuaj, prandaj edhe në këtë moment sistemi juaj imunitar po mbahet i lartë. Po e themi në këtë mënyrë. Për shenjat peshqve, dua të them thjesht në klapa, është një lloj marrëdhënie që mund të jetë pak problematike që kësaj jave. Dhe këto janë marrëdhënie që keni me vëllezërit ose me motrat tuaja ose me miqtë tuaj të ngushtë, për pak a shumë njerëzit tuaj më të afërt, të cilat mund të ndikohen ose mund të prishen nga fjalët që ju thon familja juaj, sidomos nënat tuaja. Nuk mund të them që është shumë e shëndetshme, domethënë, që të bini pre e këtyre fjalëve dhe të veproni në bazë të tyre, sepse mund të jenë thjesht paranojat, domethënë, e prindërve ose të familjarëve tuaj dhe seriozisht të prishin disa marrëdhënie të cilat mund të keni të vështirë pastaj që të rregulloni. Ajo që do të këshilloja do të ishte që mos merrni ndonjë vendim gjatë kësaj jave, të merrni vendimet gjatë javës në vazhdim. Edhe nëse ju duhet patjetër. Gjatë kësaj jave do të këshilloj që të vërtetoni këto lloj marrëdhëniesh, të shikoni nëse është apo s'është e vërtetë ashtu dhe të mundohen të mos ndikojnë shumë. Faleminderit të gjithëve që morët pjesë dhe tani po shkojmë te protesta. Kemi punë të tjera. Pafshim.